Të nderuar shikues, mirëmbrëma, takohemi me të pashoq për të analizuar sërish zhvillimet kryesore të aktualitetit. Këtë herë kemi zgjedhur një panel për të fokusuar tek drejtësia në zhvillimet e saj të fundit në raport me politikën kryesisht, por pa u përfshirë, po themi, në retorik politike, vetëm tek ligji, dhe për këtë ka marrë dy njerëz të ligjit të drejtësisë. Njëri skaj organi akuzës dhe skaj tjetër mbrojtja. Kënaqësi të kem sonte me mua në studio avokat Edmond Petraj, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Ish prokuror Ervin Karanja, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Tani, siç i takon edhe protokollit të gjyqësorit, po e nis me organin e akuzës, pastaj po dal tek mbrojtja. Do ta nisim nga zhvillimi i bujshëm i ditëve të fundit, që pas vendimeve, masave që mori gjykata e posaçme ndaj numrit 2 të qeverisë, me pezullimin nga detyra nga dy postet e rëndësishme që mbante, si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, dhe tashmë qeveria e çoi thuajse në kohë reale këtë vendim të GKK-s në gjykatën kushtetuese dhe pritet vendimarrja e kësaj të fundit, ende nuk e kemi një të tillë. Sipas jush, para se të kalojmë tek pritshmëria se ç'vendim do të marrë gjykata kushtetuese, pezullimi i ligjshëm? Tani është bërë një diskutim i madh këto kohë, domethënë lidhe me këtë masë sigurimi, sepse në masat e sigurimit ndahen në karakter shtrëngues dhe me karakter ndalues. Kjo masë është quhet masë sigurimi me karakter ndalues. Tani po të vesh re, domethënë Emeta, për mendimin tim, se po diskutojmë nga ana juridike, Emeta nis qytetin e 288 i Kodit Procedurës Penale. Neni 288 i Kodit Procedurës Penale përcakton kushtet e procedimit. Dhe për deputetët është një nen i veçantë, është ky nen. Dhe thotë që deputetët merret autorizimin kuvent për arrestin në burg, arrestin në shtëpi, si dhe për kontrollin personal dhe kontrollin e banesës. Pra, personat që janë marrë, pra dhe vetë deputetët që janë marrë me reformën drejtësi, nuk kanë përcaktuar në mënyrë të saktë se për çfarë veprash duhet kërkuar autorizimin kuvent dhe sa dhe për çfarë veprash jo. Duke qenë se masa sigurimi ndahen shtrënguese dhe ndaluese, dhe është propozuar një masë ndaluese. Tash rasti konkret. Ka boshllëk ligjor? Nuk e di se si e kanë bërë këtë, por kjo është një gabim shumë i madh. Pse? Sepse masat duhet ishin përcaktuar te kushtet e procedimit deputetëve, edhe zyrtarëve të lartë. Neni 288 duhet ishte përcaktuar në mënyrë të qartë, që të mos lete ekuivoke. Sepse kështu i bi që vetëm për këto masa drejtohesh në kuvent. Tani dalin tek neni 242, tek pezullimi për kryer një detyrë ose funksion publik. Lejohet marrja një masë e tillë nga gjykata, kur ka dyshim të arsyeshëm bazuar në prova, gjithmonë me kërkesën e prokurorit, dhe pjesa e dytë e këtij neni parashikon që ndalohet që kjo masë merret nga personat që zgjidhen nga ligji elektoral. Tani ligji elektoral kush është? Se fjala ligji elektoral është shumë e përgjithshme. Por tash me një interpretim dispozitës të bëhet ligji elektoral kuptohet kodi zgjedhor. Dhe te kodi zgjedhor që referohemi, themi tani kodi zgjedhor e përcakton zëvendës kryeministrin dhe kryeministrin vet. E përcakton te subjektet zgjedhore. Këta nuk përcaktohen tek ky kod elektoral, tek kodi zgjedhor. Por është një përfaqësi e tërthort, pra zgjidhet parlamenti, sepse kodi zgjedhor bën fjalë për zgjedhjen e deputetëve, bën fjalë për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Bashkiak dhe kryetarit të bashkisë. Ka qenë më para të komunë për kryetarit të bashkisë. Tani kjo është gjithë dispozitat ligjore, me asnjë vend nuk del ndaluese. Tash dalim tek konflikti i pushteteve, sepse kështu po diskutohet që është ndërhyrë në pushtetin tim. Ekzekutivi thotë, domethënë përfaqësuesi i ekzekutivit, që kemi një ndërhyrje të padrejtë në pushtetin, nga pushteti gjyqësor, është pezulluar një antar në detyrë, nuk mund të pezullohet me këtë masë, jemi të zgjedhur nga populli. Pra ky është gjithë debati. Por nga ana tjetër, këta ligjvënës nderuar kujtohen me shumë vonesë për me saktësuar procedurat e veta, sepse edhe neni 242 duhet ishte përcaktuar në mënyrë të qartë kush është ligji elektoral, për cilë bëhet fjalë, duhet kishin përcaktuar nenin 288 të kushteve të procedimit, dhe me këtë lloj dispozitash dhe me këtë kuadër ligjor, theksoj të bërë nga vetë këta deputet, nga këshilltarë shumë të mirë në thojza që kanë pasur, arrim në këtë lloj konkluzionit. Dalim me drejtimin e gjykatës kushtetuese. Gjykatës kushtetuese në bazë nenit 131 mund t'i drejtohet vetë zëvendës kryeministre, por jo me cilësinë e zëvendës kryeministres, por mund t'i drejtohet si një person i cili është marrë masë sigurimi.
por gjithmonë basit të jenë ezarua rruga e brendshme. Pra, domethënë filtri në kuptimin vertikal. Është gjykatë shkallës parë, do shkojnë në apel, gjykatë lartë, do shkojnë në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë dhe kryeministri vet, kur konstaton që ka përplasje kompetencash para është ndërhyrë në kompetencat e tij, pra në mbarvajtjen e pushtetit ekzekutiv, mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për të përcaktuar nëse ka ndërhyrje apo jo. Këtu kemi prap një problem tjetër. Kemi vendimin e nëntorit të vitit para një viti, 2024, rastin e zotit Berisha. Gjykata kushtetuese, që për mendimin tim nuk ka pse kufizohet te legitimiteti, kur kryeministri ka drejt t'i drejtohet, jo ka interes lishëm, ka vënë në diskutim interesin e lishëm apo jo. Gjërsa kryeministri ka drejt t'i drejtohet, shqyrtohet çështja në seancë, pra mund të rëzohet është gjë tjetër. Nuk ka ndërhyrë rëzohet, por do ketë probleme edhe me legitimimin, se ka thënë nuk i legitimosh kur është për një person tjetër, sepse edhe 1/5 e deputetëve në para një viti që kërkuan për zotin Berisha, ata urzu kërkesa për mungesën e legitimimit. Për mendimin tim, është motamoj njëti rast. Tani, nuk kam përshtypjen. mendimi personal flas. Kishim bëni me pezullim nga detyrat. Ne diskutojmë për problemet. Janë një dy tre dhe diskutojmë më pas. Tani, mendimi im kur drejtohet kryeministri, gjykata duhet shprehet. Si takon, pra është mirë dhe duhet shprehet, nëse është respektuar kushtetuta dhe është respektuar dhe ligjet. Sepse gjykatës kushtetuese i drejtohet për cënim të kushtetuesve dhe ligjet. Në rastin konkret, mendoj që vetë ligjet që kanë bërë këta mjeshtat thojza, vetë ligjet kanë lënë hapësira të tilla që mund caktohet një masë. Fati që është caktuar nga gjykata pasi lloj pengese tregon që masa mund caktohet. Dhe me këto lloj praktike i bit të caktohen ndaj çdo antari të qeverisë duke përfshirë edhe vetë kryeministrin. Tani do jetë gjykata kushtetuese që do ta vlerësojë dhe do jetë gjykatat më të larta që do ta vlerësojnë. Është një vendim gjykate, domethënë duke qenë se është në ndjekje, nuk mund ta komentoj. Por gjithsa gjykata thotë kemi kompetencë, janë këto dispozitat ligjore, këto që i kanë thashë që theksoj që i kanë lënë vet. Pra ato i kanë bë vet. Dhe veti i kanë bë dhe vet po vujnë pasojat e juristëve dobët. Edhe diçka, sepse këta juristë dobët po fusin dhe sot kodin e ri penal, sepse ne po vazhdojmë me këto pasoja, me ndryshimet të ligjeve në mënyrë të pakontrolluar, duke përjashtuar specialistët në mënyrë të njëanshme, dhe ne se me dalën e kodit penal, në rast se hynë në fuqi, do kemi saga ose do kemi tragjedi tjera juridike. Do të vi sërish tek ju, avokat. Kemi në këtë rast që diskutuam ndërhyrje gjyqësor ekzekutiv? Shiko, në një këndvështrim krejt po thoj të parafër të prekim pjesën e marrëdhënies së cilët mori struktura e posaçme dhe sa cekët e pa. Për mendimin tim, struktura e posaçme ka pa shumë cekët këtë si rast. Do të dish janë edhe rastet pa shkelura, në rastet të tilla, sepse e para punës ajo nuk arriti të zbërthej nenin 242 paragrafin e parë dhe paragrafin e dytë. Paragrafi i dytë është për ligjvënësin, për pjesën e deputetit që është me ligjin elektoral, por është edhe për pjesën e kryetarëve të bashkisë e tjera. Paragrafi i parë është funksionarit publik. Tani, ajo nuk është drejtor ndërmarrje i emëruar, drejtor dikasteri, dhe këtu është bërë përplasje dhe janë ato vakumet, të cilët këto dy paragrafe japin një përplasje njëra me tjetra, dhe në momentin që ky vendim që merret dhe ekzekutohet, normalisht këtë vendim e ekzekuton kryetari i Këshillit të Ministrave, që është kryeministri në këtë rast. Në momentin që i ka vajtur, është që unë kërkoj interpretim nga gjykata kushtetuese, pra deri këtu jemi në rregull, sepse në lëvizje ai e vendos, e vë edhe vetë këtë, pasi me ecën në logjikën e pjesës që një ministër është i propozuar nga kryeministri, është i dekretuar nga presidenti dhe i votuar në parlament. Pra ky element, segment 3, jep fuqinë absolute që kushtetuta e mbron këtë lloj si rast. Këtu nuk po flasim për rastin e zonjës Balluku, sepse kjo nuk është sa atë ndihmon në hetim. Flasim për precedentin. Flasim për precedentin, flasim për elementin. Problemi është që ne kemi një vakum të jashtëzakonshëm për sa i përket analizës juridike dhe mënyrën se si e vendosin një masë sigurie. Po ta shikosh, në vazhdimsi kemi janë bërë në përgjithësi gabime të jashtëzakonshme për sa i përket masave të sigurisë. Ato nuk funksionojnë në formën se si jepen, sepse ti nuk mund të thuash ti tani, shiko, ne do të akuzojmë ti për pastrim parash,
fusim mirë në burg ty, e pastaj shikojmë, të marrim atë telefonin, të mbledhim ndonjë koment lart e poshtë në rrjetet sociale dhe të shikojmë po zgjidhim ndonjë provë. Por që në përgjithësi kategorizimi i një vepre penale duhet të ketë elementin hetimor. Nuk mund ta marrësh tjetrin edhe ta çosh, sepse ne kemi gjetur një tok fjalësh, një slogan që drejtësia të bëj punën e saj dhe mbi këtë marrëdhënie ata kanë marrë vrap. Drejtësia po bën punën e saj, jo, s'po bën punën e saj. Drejtësia në këtë rast, përveç rasteve të grupeve të caktuara me element prapabije narkotike apo kriminale siç i kategorizojnë, në pjesën tjetër lë për të dëshiruar, të marrëdhënia juridike, mënyra se si ngrihet dosja, mënyra se si jetohet, si bën analizat tekniko-financiare dhe ka vakume të jashtëzakonshme. Në rastin e fjalë që po flasim për mendimin tim, është krejt e drejtë, është krejt normale që vetë kryetari i Këshillit të Ministrave kërkon shpjegim për sa i përket këtij rasti. Ndërkohë që po të shikosh tani në rastin Berisha, është shumë gabim, sepse ajo nuk u legjitimua si palë, sepse Berisha kishte të gjitha autoritetin e mundshëm me karakter individual që të bënte ankimin në kushtetuese. Pra ai e çonte vetë në kushtetuese direkt. Kështu që ajo është punë juriste, është punë pjesa e atyre të cilët i këshillojnë këta, që ndërmorën një veprim tillë dhe u duk tani sikur kemi një paralele. Nuk kemi paralele. Kemi rast tjetër. Kemi këtu te Berisha kemi një deputet, pra kemi të ligji elektoral, ndërkohë që në këtë rast tjetër kemi një element më shumë, që është pjesa e ligjit elektoral, por kemi edhe pjesën e ligjit kushtetues. Kemi Këshillin e Ministrave, e cila është pjesë më vete institucion i pavarur, kushtetues, që lëviz me mekanizmat e veta duke kaluar deri te kuvendi pas propozimeve të ministrave etj që kalon deri te kuvendi. Pra kemi element tjetër, këtu është anashkaluar kuvendi. Edhe në qoftë se do kishim në një mas tjetër, do të dishim diçka. Shikon, në qoftë se këta do të kishin marrë një mas, unë jam marrë pak në atë dosje, në atë pjesë të parë, dhe prandaj po flas në këtë pikë. Unë të garantoj që përballja në qoftë se do kishin marrë një mas shtrënguese, të karakterit shtrëngues. Për shumë arrest shtëpi. Do kërkonin heqjen e imunitetit e tjera. Të garantoj që ajo dosje e cila do vinte te komisioni i mandateve, të garantoj që do të gjendeshin dobët. Sepse aty ata do të tregonin shkaqet përballë antarëve të komisionit të mandateve që merret me pjesën e imunitetit. Dhe do të ngeleshin shumë keq. Kështu që ky hap nuk u bë, por u prek pjesa e pezullimit. Pezullimi është vakum. Sepse, ja u shpjegova edhe një herë, nuk është drejtoresh ndërmarrje, është ministre. Dhe pjesa e ministrit ka tjetër karaktere, për sa i përket pjesës administratës, se s'mund të parazojmë tani një ministër me një drejtor. Nuk kanë të dy të njëjtin funksion. Ky është një funksion kushtetues, ky është një funksion publik. Është funksion publik, por është dhe funksion kushtetues. Pra ka një imunitet plus. Me këtë precedenti hapet rruga edhe të tjerëve pastaj, domethënë gjykata mund të pezullojë nesër edhe Shiko, unë ja shpjegova pak që parë, me pjesën më lejë dhe pak, sepse ta sqaroj, kemi një gabim të jashtëzakonshëm këtu. Neve ecim me mendimin që shiko drejtësia do bëj punën e saj. Po më ta bëj drejtësia punën e saj. Po kur ti shikon diplomat, ambasador, që hynë të strukturat e posaçme dhe vjen i takojnë dhe merren me reformën drejtësi, me këtë pjesën e takimeve të strukturës posaçme, dhe i thonë drejtësia të eci, drejtësia të bëj punën e saj, e tjera. Ç'pun kanë ata? E para njëherë që dera e prokurorisë hapet vetëm nga ligj. Nuk ka institucion tjetër që mund të hapi derën e prokurorisë. Është vetëm ligj. Pjesa tjetër është, mirë më dakord të bëj drejtësia punën e saj. Po kur drejtësia gabon, kush do mbaj përgjegjësi? Ne kemi rastin e Oltion Bistrit. Kush do mbaj përgjegjësi për Oltion Bistrin? E kategorizuan në 13 grupe kriminale dhe doli për një pakujdesi administrative, që nuk ka qenë prapë pjesë e tij, por ai dënohet sepse bie e gjithë situata. Dhe kjo është marrëdhënia për të cilën ne tani duhet të na shqetësojmë.
Se nuk është problemi tani se nuk ngritëm akuzën. Problemi është tani dhe duhet ta mbrosh. Unë jam bërë pak polemizues për sa i përket këtij rasti, te pjesa e cilësisë dhe cilësisë profesionale dhe atyre dosjeve të hetuara, sepse normalisht duhet të rinë në një standard. Nëse nuk ka një standard, nuk ke çfarë vazhdon. Kështu që unë shikoj në këtë pikë. Karanja, ke pritshmëri për vendimarrjen e gjykatës kushtetuese? Mendoj tash, thash edhe e para është problemi legjitimitetit. Unë mendimi im personal, thash edhe një herë, kur drejtohet kryeministri, sikur edhe për një çështje që nuk i takon, shpreh dhe rrëzohet me kërkesën mos, domethënë duhet heqim dorë nga kjo mungesë e legjitimitetit. Gjithsesa je si subjekt në 131, Është opinion. ai drejtohet, qofse është rrëzohet, shqyrtohet si kërkesë, gjë njerëz. Domethënë mund ta rrëzojnë. Edhe mund ta rrëzojnë, s'ka si i problem. Mendoj që gjyqi do jetë gjyq interesant. Domethënë do jetë gjyq interesant sepse zakonisht si rregull Ka një nivel kushtetues kjo tani. është në nivel kushtetues sepse do kenë kapacitete gjyqtare dhe gjykatës kushtetuese. Është diçka sepse gjithmonë ekzekutivi ka ndërhyrë te gjyqësori. Pra gjithmonë që kemi parë gjatë këtyre 35 viteve dhe është rasti i parë ose që nga 92 që është krijuar gjykata kushtetuese, është rasti i parë me objektiv. Pra ankohet ekzekutivi për ndërhyrjen e kompetencave nga gjyqësori. Do të thonë kjo është një rast i rrallë, do jetë një precedent i rrallë që do shprehet gjykata në lidhje, ndërkohë do shprehet edhe me masën tjetër. Unë i qëndroj asaj që duhet të jemi të kujdesshëm bërjen e ligjeve. Këto fakte dhe këto nene janë nenet kryesorë të kodit të procedurës penale. Si i kanë lënë specialistët që janë marrë pas zgjidh problemin e neneve kryesore, sepse masa sigurimit është zemra e procedimit penal. Pse është zemra? Marrim rastin e Erion Velis. Po të ishte në gjendje të lirë, Erioni do ishte në krye detyrës sot. Do vazhdonte çështje e tjera. Pra sjellin pasoja të drejtë për drejta për lirinë dhe të drejtat e njerëzve. Këto nuk janë ashtu. Megjithatë, them që do jetë një gjyq interesant, pra do pavarësisht këtyre metave, këtyre xhepave ose vakumeve që i kanë bërë vetë, që unë them në mendimin tim duke parë dhe kodin penal kemi të bëjmë me të paaft, po vjen keq se po e përsëris, sepse po ngulim kodin penal, sepse do krijoj rregulla sjellje të çuditshme në territorin e Republikës së Shqipërisë, pra neve po vazhdojmë me gabimet e gabime mas gabimit. Dhe ky është një gabim që duhet të ishte sqaruar që në fillim me nenin 288. Duhet të ishte sqaruar qartë masa, sepse nuk është se janë shumë masa. Janë 7 masa me karakter shtrëngues, janë dhe 2 masa me karakter ndalues që të ndalojnë. Pra këto gjëra duhet të ishin të sqaruara. Është një rast shumë i bukur nga pikpamja kushtetuese që ndryshon kaui i shigjetës, pra tetësënimi i kompetencave. Pra nga gjyqësori që pretendohet që ka hyrë në kompetencën. Nuk kanë hyrë shumë thella ata për sa i përket pjesës së marrëdhënies, analizës. Kanë prekur vetëm pjesën e procedurës, funksionar publik nuk kanë kaluar më tutje dhe të garantoj që kjo ka qenë një pjesë e pashkelur dhe pa kaluar ndërmend dhe ka dëgjuar gjatë atyre ditëve, të cilët pak ishin ne si persona të cilët folëm që është një vendim absurd dhe që ka prapavi më tepër Po sepse të tjerët folën me gjëra edhe politike dhe pikërisht pra kjo është marrëdhënia për të cilën unë sa e dëgjova thash si mund të ndërhyjë tek pjesa e ekzekutivit. Pjesa e ekzekutivit është element kushtetues dhe ky është ajo për të cilën po flet dhe Ervini. Kemi një përplasje mes demokracisë dhe drejtësisë neve sot që flasim. Dhe kjo përplasje po sjell shumë dëm dhe pasojë. Pjesa e strukturës posaçme ka një hapësirë veprimi të jashtëzakonshme, por ka cënuar të gjithë elementin punues të administratës që nuk firmos njëri, nuk kanë as letër sot të blejnë A4 për të printuar dokumentat e tyre, sepse kanë frikë të firmos. Ky është një element të cilën shpërdorim i detyrës nuk të kalon me fjalë domosdoshmërisht te korrupsioni aktiv pasiv. Shpërdorimi i detyrës është gabim njerëzor, pra që kemi një masë të brendshme administrative, të cilën është pjesë tjetër, jo pjesa penale. Këta kanë, sepse kemi ligjin të tillë, që shpërdorimi i detyrës ne e kalojmë pjesë penale. Shpërdorimi i detyrës duhet larguar fare. Shumë vende e kanë larguar, Italia e ka larguar, Gjermania, Franca, shumë shtete e kanë larguar. Ne rrim akoma shpërdorimin e detyrës merre dhe futet brenda. Edhe
pjesa tjetër është që kur shikojnë që ka shpërdorim detyre, okay, në momentin që mban aromë politike, pak aromë politike, ata fillojnë marrin karakter shtrëngus. Pra e shikojnë një lloj agresivitetin, të cilën nuk është i lejueshëm. Për shembull, dhe për Erionin, për shembull që ne po flasim tani që nuk u lejuar Erionin në detyrë. Për mendimin tim Erioni nuk duhej lejuar. E para njëherë që Erioni për atë institucion akuzohet se ka kryer ato vepra penale. Korrupsioni aktiv, pasive, etj. Pra në atë institucion dhe për mendimin tim ajo është në rregull. Kështu që Erioni në pjesën e asaj për të cilët ai po bën, ka të drejtë apo s'ka të drejtë, se si do dalim me pjesën analizën e provave që unë di që do hyj me gjykim të zakonshëm, aty do bëhet analiza, do duket edhe forcia e SPAK në strukturës posaçme. Se ka rrezik nëse bëhen analizat financiare të situatës, kanë frikë se do dështojnë dhe nuk janë këto 800 mijë që flitet, sepse kjo është një po folet 800.000 ngeli 800.000, u fol për Berlindën 50 milion, ngeli 50 milion, nuk është ashtu. S'është ashtu fare. Thot njëri s'ka hekur, nuk është vënë hekur i dur në tunel, ka marrë dhënë situata, nuk funksionojnë. Në qartë. Prishmëria jote avokat për vendimarrjen e kushtetueses, me sa kuptova, beson se do rrëzojnë pezullimin? Edhe një, unë nuk është se eci me momentin që çfarë vendimi do marrë kushtetuesi. Problemi është që ligji është i tillë dhe ata kanë vepruar në bazë të ligjit, por kushtetuta nuk kanë bërë ndërthurjen e kodit të procedurës me pjesën e kushtetues. Po pse thua nuk ka kapacitet kushtetuesja për ta gjykuar këtë rast? Do të ishte diçka që duke qenë se sot ne kemi vetëm 3 veta që kanë veshur mantelin e magjistratit në atë institucion, pjesa tjetër nuk është se ka një eksperiencë në pjesën, nuk kanë mbaruar shkollën e magjistraturës, kanë qenë noterë, avokatë e tjera, por që mendoj që ajo duhet është institucioni më i lartë i vendit. Dhe vendimet që dalin aty janë vendimet kryesore të sistemit të jurisprudencës shqiptare dhe të shikosh që më lehtë zgjidhesh antari i gjykatës kushtetuese se sa gjykatës në shkallën e parë. Ndaj e vën në dyshim procesin. Okej. Ikim e zgjeroj më tej bisedën. Ndalemi tek veprimtaria e SPAK-ut javët e fundit. Një nga dosjet më të komentuara 21 janari. Kreu Demokrat Sali Berisha është marrë në pyetje, ndërkohë së fundmi, gjatë orëve të fundit ka një kërkesë dhe nga Ilir Meta, presidenti i Partisë së Lirisë, në paraburgim që do të dëshmojë për 21 janarin. Pyetja vlen për të dy, e nisi me Karanxhën, çfarë pret nga dosja 21 janari, tashmë që është në duart e SPAK-ut dhe që duket se po thirren, po merren në pyetje eksponentët kryesor. Më herët kujtojmë që edhe Lulzim Basha është marrë në pyetje. Tash po të vesh vrejtja e parë, që është vrejtja e parë për ngjarjet ndodhura para 15 vjetësh. Është rasti pa precedent për një çështje të ndodhur para 15 vjetësh ti pyetesh për ngjarje, sepse tash për një muaj për 2 muaj, sa i bi, mbush fiks 21 janar, sa është data sot, do të për 15 vjet fiks neve presim të pyeten zyrtarët e lartë. Tani ka qenë një veprim i gabuar procedural i prokurisë përgjithshme atëherë, që duhet kishte marrë përsipër hetimet që në fillim, dhe me kodin e procedurës penale të kohës lejoi marrja përsipër hetimeve dhe kryerja e verifikimeve, po përdorim të fjalën verifikim, për zyrtarët e lartë duhet ishte bë nga prokuria e përgjithshme që në atë kohë ka qenë prokurore Ina Rama, e cila nuk ka bë detyrën. Duhet i vënte numër procedimi, të fillonte hetimin, pyetjen e tyre, vinë është gjë tjetër. Pra, regjistrohet çështja. Nëse s'vjen marrë një procedurverbal, çohen shkresat që ky person që u pyet se mund t'ia lesh detyrë pasardhëse që t'i pyesin të tjerët. Pra neve sot kemi ngjarje para 15 vjetësh dhe sa më shumë kalon koha kemi detaje të cilat harrohen, sepse 15 vjet nuk janë pak. Dhe kur dënohet një person 15 vjet burg është shumë, po 15 vjet sa shumë. Tani te veprimet. Është të paktën po zbatohet vendimi i gjykatës lartë dhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Është gjë pozitive se s'duhet bim pesimizëm të mos bëhen. Nëse Strasburgu e dha sinjalin se Strasburgu edhe i parë gjykatë lartë sepse ka qenë dalin edhe këtu për shkakun SPAK-u këtu ka qenë nuk ka qenë pedant deri në fund, po them fjalën pedant deri në gjykatë lartë atë që kjo çështje s'duhet hetohet nga ana e tyre. Tash morën përsipër ta hetojmë, kjo është diçka pozitive. Konstatohet që vepra penale është regjistruar, vepra penale është regjistruar fakti penal që po hetohet për 3 vepra penale.
për vrasjen rrethana cilësuese, parashikohet nga reni 79D dhe pika ë, pra gërma është vrasje e rrezikshme për jetën e shumë personave, pra është rrezikuar jeta e shumë personave kur ka një, dhe gërma D është kundërdyshme më shumë personave. Bëhet fjalë për vrasjen e shtetasit Alex Nika dhe për vrasjen e shtetasit Hekuran Deda, i cili ka pasur një predh të shpusë në trupin e tij dhe nuk është provuar se nga çdo dhe po bëhen hetime nga ana e spagut. Është pyetur Lulzim Basha, i cili ka dhënë sqarimin e tij. Sqarojmë se mbas ligjit kohës, varësi direkte, nenit 9 ligjit gardë, komandanti i gardës ka pasur përgjegjësi ligjore ndaj tek ish ministri i brendshëm Lulzim Basa. Është struktura vertikale e cila parashikohet në ligj. Tani besoj se Lul Basha, se nuk e dim deklarimin, do të pyetur e ke ushtruar të kompetencë apo se ke ushtruar. Dhe do të pyetet për djenin që ka. Ka dalë ajo audio përgjim, audio, po të kemi parasysh dhe audio, gazetari Artan Hoxha, i cili e ka poseduar vetë audio, se është bërë shumë spekullime, jo e kisha, unë e kisha ai, e kishte ky person tjetër, gazetari Artan Hoxha e ka sqaruar punën e audios. Audion e ka marrë unë, mbas ligjit gazetarisë nuk mund ta tregoj se kush ma dha, është autentike, e ka ndërzuar në SPAK. E ka ndërzuar në tetor të vitit 2024. SPAK-u pretendoi, domethënë që kishte çuar për ekspertim të audio, nuk bëhet në Shqipëri dhe do bëhet në një laborator tuaj. Kjo është diçka pozitive, se janë laborator të paanshëm dhe do bëj ekspertimin e audios. Sot ajo audio, se ka 15 vjet flash, edhe audio e vjetës sa më shumë të kaloj, madje edhe me aparaturat moderne dhe me një hard disk, po ta hedhësh një audio sot, ta hapësh mas 15 vjetësh, prap ka ato humjet e zërit sepse koha bën të vetën. Në këto audio diskutohet ose flitet më saktë komunikimet e komandantit të gardës me inferiorët e tij, me persona që kanë nickname-et ose që kanë ato pseudonime, Tufani 1, Tufani 2, dhe në lidhje me momentin e vrasjeve përdoret një terminologji e tillë. Gjakos, ta. Pra kjo është që e kemi parë dhe po ta kesh parasysh, e kemi parë dhe të incizuar. Më pas, domethënë, këtu mbyllet del dhe momenti i vrasjeve. Do jetë objekt hetimi, është pyetur dhe Berisha tjetër, ku ka dhënë sqarimet e tij. Por diçka e re që doli kohët e fundit, kemi edhe Bamir Topin, pyetjen e Bamir Topit. Po është i gatshëm që të dëshmojë. I gatshëm, Bamiri u lidh me këtë ngjarje. U lidh sepse tash jo çdo person, sepse ne kemi, do të thonë, çdo kush mund pyetet. Pyetet personi i cili ka djeni për faktin. Se s'mund pyetesh se mund të bësh shumë persona. Por ai pyetja e Bamirit nuk ka lidhje direkte me president, por ka bërë një libër. Bamiri ka bërë një libër. Po, ndjes, po, është libri. Sepse duke menduar se kjo ngjarje është diskutuar e mbyllur nga shumë persona. Shumë persona është diskutuar e mbyllur, se me mbylli gjykate lart, u bë mospranim hakimi, po të kemi parasysh vonë, domethënë nga 2014 diçka 2013, u dy çështë e mbyllur. Dhe fillon se ndoshta po ta dite që do vite kjo punë, do pyetet, nuk e kishte bolla atë që bëri. Dhe në deklarimin e tij, Bamir Topi ka thënë që më ka ardhur në shtëpi Lulzim Basha dhe më ka thënë do bësh ndikim tek Ina Rama, te prokurori i përgjithshëm. Ku ti thuash për ndihmën që të ndihmojnë lidhje me çështjen e gardisëve për masën e sigurimit. Tani kjo ka një pyetje tjetër, se të vrasësh mendjen tash. Tash pyetja është e tillë. Tani Ina Rama ka qenë drejtuese e prokurorisë përgjithshme. Bamir Topi ka qenë presidenti i Republikës. Tani pse shkoi ministri i brendshëm tek presidenti? Se shkoti ajo tjetra. Çka tregon? Që Bamir Topi ka njohje me Inën. Pra domethënë kjo është edhe duhet pyetur nga hetimi. Çfarë lidhje ka shku për raste të tjera? Sepse Lul Basha ka pas dhe çështje tjera në prokurori. Ka pas këtë te 21 janari, ka pas çështjen Durrës Kullës që është pushuar për procedurë. Pra duhet pyetet, ka ardhur për çështje tjetër ose ka pas në indikim tjetër se hetimet lidhen, se nëse do bëhet hetimet plota dhe gjithashme. Ka shtesje të tjerë thua ti kjo. Po jo që lidhet me faktin. Duhet ta lidhësh gjithmonë me faktin. Ky pse ka shkuar atje se e njihte këtë. Atëherë këtu thjesht ka që është ndikim i palishëm, se ti indikon presidentit e Republikës që shkoi te një organ tjetër. Dhe këtu dalin edhe veprat e tjera që janë regjistruar, është regjistruar për shpërdorim detyre. Populli shqiptar duhet ta marrë vesh se çka ka ndodhur atë ditë, kush ka shpërdoruar detyrën. Edhe disa njerëz që mund të jenë promovuar kundërshtim me ligjin, që ajo është ngjarje e rëndë. Pra pavarësisht se është parashkruar vepra, ne duhet marrim vesh edhe veprimet që pengojnë zbulimin e zbërtetës. Çfarë ka ndodhur me provat? Sepse nuk bëhet fjalë vetëm për serverin, por bëhet fjalë edhe për prova të tjera që po hetohen, që nuk kanë zbuluar të vërtetën. Pra duhet ta dimë që këtë datë ka ndodhur kjo çështje është parashkruar, pse është parashkruar,
çka ka ndodhur atë ditë, se është një ngjarje që në të janë vrarë 4 persona, po është rrezikuar jeta e shumë personave të tjerë, duke përfshirë kryeministin e Shqipërisë që sot. Është rrezikuar jeta, se është qelluar në mënyrë të rrezikshme. Pra është qelluar me armë zjarri, të cilët kanë një shpejtësi shumë të madhe nga tyta e tyre, nxjerrin janë MP5, janë më të shpejta, pra nxjerrin më shumë predha se kallashi, se Kallashnikovi dhe në distancë të afër bëjmë shumë pasojë atë, se kanë qenë shumë afër, po të kesh parasysh gati. Pra populli shqiptar duhet ta di, pavarësisht veprave të parashkuara, se çka ka ndodhur atë ditë në mënyrë të përpiktur. Tani, avokat, e vërteta e 21 janarit ka në disfavor në fakt edhe parashkrimin, apo jo? Jo, nuk Sa herë këtu? Jo, nuk është. Duke qenë se ka kaluar kaq shumë kohë. Jo, nuk kemi në atë pikë, sepse kemi një vendim gjykate, Strasburgu e lejon hapjen e një procesi dhe aq më tepër që përkundër asaj të cilët po flisë Ervini tani për pjesën vrasje në rrethana cilësuese e tjera, ka një marrëdhënie tjetër juridike. Prokuroria e posaçme nuk po merret fare më me vrasje, se vrasjet janë fakt. Problemi tashmë ata po janë kanalizuar te pjesa e zinxhirit komandues dhe kush dha urdhrin. Pse qelluan, pse nuk e ndaluan. Dhe ajo që është më rënda është që si mund të shkosh ti me armë luftarake në një protestë, që të vesh ti me Kalashnikov për të mbrojtur një godinë të kryeministrisë me një armë luftarake edhe të përdorësh armë fishek luftarak, dhe kjo është skandal. Por që kjo marrëdhënie do kanalizohet tek pjesa e zinxhirit komandues të gardës, mendoj unë që kam përshtypjen do të ngjelet përsëri përgjegjësia përsëri të Andrea Prendi, i cili do të kalojë me pjesën e asaj të cilën ai është gjykuar i dënuar. Berisha do të shpëtojë nga ky rast. Domethënë nuk do të prodhoj asgjë me pak Shiko, fjalë. për mendimin, unë bëj analizën edhe çfarë ashtu, sepse unë shikoj, do të dish që të paktën neve arrim edhe të lexojmë dhe mënyrën se si vepron Berisha. Berisha është i friksuar faktikisht. Edhe Ilir Meta s'ka asnjë lloj tagri që të japi dëshmi. Çfarë? Pse ka kërkuar mendoni ju? Ose nuk e legjitimon, ma e varet në diskrecion e prokurorit. Sa i rëndësishëm është deklarimi i tij. Jo, pse ka kërkuar? Tani është pjesë e tij, edhe kjo pjesë e Bamir Topit, po vetë edhe unë. Mirë, nëse kujtojmë kauzën e protestës, ka lidhje me Ilir Metën? Shiko, ka lidhje me Ilir Metën, po ka lidhje me faktin i cili i kishte ndodhur me një video të publikuar 3-4 ditë përpara. Por në elementin e zinxhirit komandues të asaj që ndodhi brenda godinës së kryeministrisë, ai nuk lidhet, sepse është një person që kishte dhënë dorëheqjen, ishte shmangur etj. Ai për atë vepër penale, të cilën totalisht shpëtoi nga ajo, sepse normalisht ajo doli si një video e falsifikuar, një video e manipuluar, një video e cila nuk përmbushte elemente teknik. Kështu që ajo rrëzua dhe ai shpëtoi paqësisht gjithë situatës. Problemi është e zinxhiri komandues dhe këta do t'ja hedhin përsëri. Do të hedhin përsëri sepse po të shikosh në analizën se si ku është përqendruar hetimi, jemi vetëm tek Berisha, komandanti i gardës, Basha, drejtori i përgjithshëm i policisë, dhe pjesa e logjistikës e cila mbulon gardën. Po mund të thirrën edhe të tjerë. Shiko, mund të thrashësh sa të duash. Për mendimin tim, mund të thritet edhe opozita, mund të thritet edhe Edi Rama. Të dëshmoj se është iniciatori, kryetari i opozitës së atëhershme që organizoi protestë, mund të thritet Tomdoshi, mund të thriten shumë drejtues të qarku të asaj kohe. Duke nisur nga armiqësia politike e fundit mes Bashës dhe Berishës, nuk e dim se çka dëshmuar Basha për shembull. Ka një mister këtu. Shiko, ato janë analiza juridike të cilat do të dalin. Deklarata e tija merret edhe kalohet. Jo, sa e rëndësishme është. Patjetër që është e rëndësishme. Patjetër që është e rëndësishme. Sepse jemi në kushte të reja, dhe në qoftë se nuk ka një puzzle, unë të garantoj që Berisha e hodhi dorashkën. Kamerat nuk i marr unë, i merr garda. Si jam unë që merr me unë, si jam teknik kamerash. E pat, e thaktë. E dyta filloi po shmangej nga vajtja në prokurori. Kishte elementi që s'kam dieni. Brenda procedurës është në rregull. Në momentin që merr dieni, pastaj shkoj. Problemi tjetër është që zinxhiri komandues, kush është tjetër?
kemi drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit, që është marrë. Është marrë, mos gabojmë, zoti Kuliçi, që është marrë në pyetje. Janë rreth 20 veta të cilët janë marrë, personazhet e kohës atë, janë marrë në pyetje. Drejtori i policisë të Tiranës e tjerë. Problemi ngjerët shumë i thjeshtë, është minimizuar tani krim shtetëror. Kemi 4 viktima, kemi protestues që s'kishin armë, pra përballja ka qenë shumë e pabarabartë dhe nuk të jep tagrin të gjuash ndaj një protestuesi pa kaluar brenda murit rrethues të perimetrit që kishte vetë kryeministria. Kështu që edhe në raste të tilla duhet parë elementi rezistencës. Kush është, nëse një protestues, edhe nëse e kalon pjesën e murit rrethues, duhet parë pozita e tij e atë çastëm, ka armë, ka ndonjë mjet luftarak e tjera që ai të neutralizohet. Por që ti jesh në kushte të pabarabarta. Ti jesh vetëm duke goditur me gur, e me shkop dhe të vesh të gjuash me armë luftarake, të përdorësh fishek luftarak, kjo nuk i falet atë sistemit asaj kohë. Kemi një precedent më përpara të Nanos, të Ndjerit, i cili në momentin që bën rastin e grushit së shtetit, se ishte grush shteti, nuk ka qenë kaq e thjesht, ai e la kryeministrinë. Pra, kemi një rast i cili i lejoi ata, ndërkohë që atëre kishte mundësira të krye veprim edhe me të drejtë, sepse të veshej me antitank, ndërsa sot nuk ishin protestues me antitank. Nuk ishin me Kalashnikov, ata ishin tërë të armatosur. Pra, përballja ishte më e justifikueshme, ndërsa sot kemi një marrëdhënie krejt tjetër që po ta shikojmë dhe shikojmë qetësi. Kështu që unë mendoj që do të kemi disa personazhe, për Berishën do të kemi një lloj mase, për të gjithë mendoj që do të ketë mas, do të ketë akuzë për të gjithë këta, por ngjerët gjithmonë në pjesën e vëmendjes dhe saktësimit të dosjes hetimore të cilët si e ka shqyrtuar, sepse struktura e posaçme disa herë ka kthyer të dosje nuk e merrte në dorë. Ju keni parë. Sa herë kthente, nuk e merrte në dorë. Pra, ishte vendimi i Strasburgut që u vën lëvizje, por sa kam interes përsëri kjo situatë. Ka kaluar shumë kohë, siç tha Ervini. Ervini është një nga prokurorët e asaj çështje, të cilët ka qenë dhe e di vetë atë dinamikën se si janë zhvilluar dhe masat e sigurisë si u pren. Urdhër arreste. Pse nuk u ekzekutuan nga policia e shtetit? Edhe të dali në konferencë shtypit, thoi që po tha, nuk e lejova unë, kush je ti? Pra, këtu kemi një shkelje përsëri të kushtetutës. Tani, prokuror, se duhet kaloj në diçka tjetër shumë shkurt, edhe ti mendon si avokati që nuk do të prodhoj asgjë kjo dosje këtë herë? Njëjtë si herën e kaluar? Unë thashë një herë, t'ja lëm prokurorit në dorë, do të pavarësisht është e vërtetë kjo që thot Mondi qëndron. Prokurori nuk ka dashur me marrë këtë çështje. Pra, nuk ka dashur, do të thonë, ka qenë 15 vjet. Ja të dyja palët e përfshira. Janë kjo çështje, më fal, nuk do që të zbarret. Askush nuk ka dashur nga palët, si pozita dhe opozita. Dhe janë bërë disa veprime që mas 21 janarit, do të thonë libri Pamir Topit, ish presidenti, se s'kishte për ta bërë këtë pjesë. Pra që në emër të 21 janarit tregon edhe thuhen lavde, sigur dalin gjithë si heroj që bom këto, bom ato. Por e vërteta janë këto ngjarjet mas 21 janarit që tregojnë ngjarjet ndodhura njëra mas tjetrës, që të lesh dyshimi që këtë dosje s'kan dash me zbardh. Pse për shkakun po marr një episod. Po kthehem edhe një herë. Tashi Barte ministri i Brendshëm Lulzim Basha. Lulzim Basha ju jeni ndjeni që u bë kryetari i Partisë Demokratike. Partia Demokratike me ish prokurorën e përgjithshme ka pasur një retorikë shumë tashme. Po, në vërtet. Një thënie, domethënë thënie publike, fjalë fyse, ndërkohë Partia Demokratike kur bëhen zgjedhjen vetin në KPA, i në Ramën e zgjedhin vetë në KPA. Tash si shkon kjo punë? Pra ka diçka që shkon. Sepse o e shan o nuk e shan, dhe fjala shan. Pra vullneti politik është i marrum aty, se vendose vetë se janë 250 kandidatë që zgjedhin tjetër. Që këtu mund blind dera që edhe për ngjarje tjera, që si me kontradikt, po kontradikt dhe tregon që këta tregon atë që se janë të dy palët politike që e kanë zgjedhur këtë person. Se mos harrojnë, kemi edhe ngjarjen e Kosta Trebickës.
Që kjo prokurore e boni si aksident. Ndërkohë që ka dyshime të forta që gjetën dy fshatarë, po të kenë parasysh që thonin që iku makina kollotumba. Po tash ajo nuk është kollotumba, sepse ishte me mjete maskoke apo pra, është kjo ngjarje. Siç edhe vrasja së Korol Dashi, që si mund të hapet Kafka. Shumë ngjarje. E një personi. Janë shumë ngjarje të cilat janë mbyllur nga këto dhe e vjen këtu, atëherë unë e quaj shpërblim si pasojë e dështimit dosjeve. Dhe ne, pse e themi? E themi se janë konstatuar nga gjykatat më të larta, se shkeljet procedurale konstatohen nga gjykatat më të larta. Pra, kur sot gjykata ka shkelje, ka marrë fund filmi. Pra, edhe nga gjykata Strasburg janë konstatuar shkelje. Atëherë, si ja leju këtë shkelje? Njerëzit që bëhen shkelje i kthen. Dhe kjo na sjell një farë pesimizmi, që është pesimizëm që ore palët politike këtë dosje e duan të myll. Edhe vetë prokurori deri në fillim. Urojmë që të mos jetë kështu. Pra që zbardhe, kjo ngjarje zbardhet. Për hir se është rreziku jeta e shumë personave. Pra mund të ishte në vend Ziverit, mund të ishte një tjetër, se plumit nuk është se është personi që ka qelluar, ata kanë qelluar në turp, mund të ishte një viktim tjetër. Dhe për hir jetës, për hir drejtës jetës në 2 të konventës evropiane të tjetër, njëri kjo çështje duhet zbardhet. Por me sa shoh e kanë zgjedh palët, e kanë lëvë. Këtë herë sikur flitet underground që Amerika po ndihmon në shikoj nuk merret njëri Amerika s'di ku ka Terezit e veta, mos ec me atë vendim. Nuk e shikojnë atë pikë. Shikoj, unë eci me mendimin vetëm kaq. Si mund të shkosh në një protest që këtu unë i vë ka pak kësaj dosje. Jo ka pak. Po i marrë direkt të akuzuar, sepse ata kanë vajtur me armë luftarake dhe kanë gjujtur me fishek luftarak. Kjo në protesta nuk të justifikon, se ka plot mënyra, ka dhe mjete neutralizuese. Kur pjesa e përballjes nuk është e barabartë, ti nuk mund të jesh ti superior, ta gjuash me armë luftarake aq më tepër që aty ka shpëtuar kohë njerëz të tjerë. Sepse aty mund të bëj një hata e zezë e jashtëzakonshme. Sepse vetëm hekurat e kryeministrisë, kur gjuanin, bënin rikoshet tek shufrat e hekurit. Po, e vërtet. Dhe kjo ka qenë situata. Tani, për ta zgjeruar bisedën, por rrim sërish brenda drejtësisë. Pak ditë më parë, kreu i SPAK-ut Altin Dumani ka zhvilluar disa takime në Bruksel, është kthyer në Tiranë, ndërkohë kemi një deklaratë të lëshuar disa ditë më parë, faktikisht të ambasadës amerikane në Tiranë, ku shtohet siguria, truplojat, mbrojtja e kreut të SPAK-ut, ndërhyrë në shërbimi sekret amerikan dhe një çështje që ka ngjallur diskutim. E kam për prokurorin këtë avokat. Ka diçka këtu për të komentuar apo çështje protokollare rutinë? Sepse ai ka folur këto ditë edhe në takimet e fundit në Bruksel, që është kërcënuar shumë nga politika, nga krimi, nga media. Ka lidhje kjo me... Normal që ka lidhje, sepse kur siguria është, sepse tani po të kemi parasysh edhe sot që diskutojmë, zoti Dumani ka një numër caktuar persona që e ruajnë. Dhe jo, dakord, por shtuar e kanë fjalën. Fjala shtuar do të thotë që kemi një informacion që mund të rrezikohet, domethënë, jeta. Mbrojtja e tij është trajnuar në Bruksel etj. Ai vetë është shprehur dhe në deklarata publike, pra kur shprehet një prokuror. Tani që jam cënuar dhe është rrit numri i rojeve, sepse po të ndodhi një diçka aty dhe shteti shqiptar, kuptimin policisë shtetit, që sepse policia e shtetit merret me mbrojtjen e fizike të Dumanit, forcat e gardës republikës, mbas ligjit këto merren me mbrojtje. Janë dhe shërbimet e tjera të policisë, të cilat janë në funksion të SPAK-ut. Dhe mendoj që ka lidhje edhe me ngjarjet, me retorikën politike. Ai është ndjer i kërcënuar, sepse kur ndihet një person i kërcënuar, se ka raste edhe unë për shkak detyrës ka dalë personi, ka thënë do të vras. Pra në mënyrë ka dalë një person para shoh do të bëj këtë, do të bëj atë. Ai është ndjer i kërcënuar. Tani sa janë reale këto apo jo, është gjë tjetër. Por kur një person ndihet i kërcënuar, shifet nga ana subjektive e vet personit. Pra nëse ai ndihet i kërcënuar, duhet të tregoj shkaqet ose një mesazh që është diskutuar, nuk e di ç'a informacione ka, aq më tepër nga shërbimet e huaja. Sepse dhe shërbimet e huaja, siç e dim, ka. Mendoj që shtimi i sigurisë është diçka e mirë që mos që të eliminohen dhe i pasojë e mundshme. Kjo është pak a shumë. Po.
të ndalesh edhe unë pak të kjo pjesë. E para një që unë bje dakord me ato të cilët ka thënë zoti Dumani, pasi po ta shikosh këto vite, 6 vite që ka filluar struktura e posaçme, ka prishur ekuilibra, ka prishur balancë. Dhe personazhet veçantë, të cilët ne i dimë se cilët janë, e kanë anatemuar dhe sharë në publik, në media e tjera, e cila ka gjeneruar ndoshta edhe në pjesë të kërcënimeve të pjesës së atyre mbështetësve që ata kanë me ato struktura. Janë prishur shumë fije. Struktura posaçme ka prishur fijet. Fijet se si punonte në përgjithësi rehatia e oligarkisë shqiptare. Dhe duhet të dish që është bërë një vjedhje aq masive, sa që do të duhen 10 struktura të posaçme të merren me një vend kaq të vogël dhe kaq barbar, të cilët kanë vjedhur në mënyrë përbindshme, që do të thotë që nga pjesa që kur kanë qenë ato bashkitë më të zgjeruara, që kur kanë qenë komunat, ai ushqyellsi, lekët aty ushqyellsi janë dhënë 3 herë apo 4 herë, për atë pjesën atë kopshin janë dhënë 3-4 herë, për atë shkollën janë dhënë 3-4 herë, për atë pjesë infrastrukturë janë dhënë 3-4 herë. Tani këto para ku kanë shkuar? Kush ka përfituar nga kryetarët e komunave apo kryetarët e bashkive? Kështu që arrestimi këtyre dhe mënyra se si e këta e shajnë, këta në kupola e grupit të atyre mbështetësve që janë prishur ekuilibrat financiar. Se sot struktura posaçme nuk të falë dhe i shikon. Dhe unë bje dakord me gjithë kërkesat e tia që të shtoj rojet, sepse nuk është vetëm përballja politike, që është shumë e egër. Por kemi dhe një përballje me grupe të caktuara të cilët ata kanë në posedim, kanë arrestime, kanë shumë element kriminal të cilët të jemi edhe të arsyeshëm që struktura posaçme ka punuar dhe ka lëvizur. Nuk po flasim që ne mund të pretendojmë që mund të kemi një kualitet sot, por do na duhet shumë kohë për pjesën e kualitetit. Dhe pjesa tjetër që unë jam i kërcënuar dhe nga politika, patjetër. Zoti Berisha një në javë del edhe e shan. Ilir Meta vazhdon e shan. Këto gjëra normalisht janë kërcënime për atë. Por që këta tani justifikohen, shikoj edhe unë nuk e shaj, thot, po sepse unë e them për mbështetësit, thot. Sepse këta e ka rregulluar kaq bukur atë, ka një nen kushtetuta që deputeti nuk mban përgjegjësi për fjalët që thot. Edhe prandaj Sali Berisha përfiton, prandaj përfitojnë të gjithë këta që shajnë dhe kërcënojnë të gjithë këtë pjesë të strukturës së drejtësisë. Tani, flasim pak për pasardhësin e Altin Dumanit. Meqense edhe pak ditë si kanë mbetur kreut aktuali, mbaron mandati tani në 10 orë. Është hapur gara, janë 4 kandidatë në garë, pjesë e prokurorisë posaçme. Flitet për lobingje underground për zgjedhjen e pasardhësit. Njëri për shembull mund mbështetet nga qeveria, njëri preferuar i amerikanëve, njëri i mbështetur nga vetë kreu aktuali i SPAK-ut, etj. Ndërkohë nga ana tjetër, procesi nuk po finalizohet edhe ai për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit, duket sikur është marrë peng, ka kaluar çdo lloj afati. Çfarë po luhet në ndeshëm nga këto 2 organet kryesore të drejtësisë, SPAK, BKH? Avokat? Shikom, pjesa e administratorit 3 vjeçar të strukturës posaçme është një rol përfaqësimi dinjitoz të strukturës. Pra, duhet patjetër një personazh dinjitoz, duhet i pa lakuar në shumë afera, të cilën te zoti Dumani nuk gjete element dhe gjithë këto vite minimalisht që të thoshe që zoti Dumani ka bërë këtë. Po ta shikoni, edhe vetë ndërhyrjen atëherë të ambasadës amerikane, që u bë për predispozitën e zotit Dumani, ishte pikërisht një nga këto kushte, që ai ishte person i palakuar për të vendosur në krye. Por unë shikoj që ata kërkojnë një personazh të palakuar dhe mos jetë i përfolur në pjesën e... Kush e kërkon? Kur thua ata? Edhe njërë, opinioni sot. Ose nuk e zgjedh opinioni? Një sekond. Opinioni sot kërkon që struktura e posaçme
të vazhdojnë në rrugën e Altin Dumani. Por personazhet që janë sot kanë element të cilët janë lakuar në media e tjera, më përpara për arsye të ndryshme, nuk e di, punë mediatike apo nuk do ta di, apo denoncime apo kallëzime e tjera. Këtë gjë është pjesa administrative e institucionit, është pasërtia e institucionit. Dhe ata kërkojnë të vendosin dikë që të jetë në nivelin e Altin Dumanit. Tani se kush do t'i plotësoj? Kush e ka në dorë njërë këtë Një sekond, e ka Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ajo vendos. Struktura dhe halkës ligjore. E kisha përtej saj. Kush e ka në dorë? E kanë amerikanët. Shiko, ligjërisht, me underground mund të jenë amerikanët. Me underground. Me underground mund të jenë edhe pjesa e politikës. Por që administratori që do zëj këtë pjesë të vendit që do të lëshoj zoti Dumani është 4 pika ka administratori. E para njërë është përfaqëson institucionin në nivelin administrativ. E dyta është kërkohet një integritet i pastër moral i tij që të përfaqësojë këtë institucion. Pjesa tjetër është të përfaqësojë institucionin në takime të ndryshme me kolegët apo strukturat bashkëpunuese në nivelin ndërkombëtar dhe të ruaj ekuilibrat e brendshme në marrëdhëniet, në denoncimet apo problematikat që ka institucioni brenda për marrëdhënien e hetimit, pra që të jenë prokurorët në vëmendje që të zbatojnë ligjin. Kaq ka detyrë, sepse në dosjet e prokurori ai nuk ndërhyn dot, se vetë ligji i posaçëm që është bërë sot për këtë funksion nuk të lejon më të ndërhysh te prokurori. Po sipas jush, kush është favorit? Shiko, bazuar në këtë analizë. Është pak e vështirë për të thënë, por që në këtë moment është zoti Xholi dhe Braho. Këta të dy do të veçoja që janë kandidaturat e forta. Okej. Prokuror pres t'jesh më i drejt për këtë punën e nëndeshme të kandidatit më favorit, apo të lobingu të caktuar që mund... Tash lobingje janë bërë, do të thonë bëhen. Edhe vetë kandidatët bëjnë lobingje, është e lejueshme për vota e tjerë. Formalisht nga pikpamja formale, kandidatit do zgjidhet nga KLP-ja, është caktuar dhe data, do bëhen dhe pyetjet, do paraqisin platformat e tjera. Pra është KLP-ja e cila do ta bëjë zgjedhjen. Të 4 kandidatët nga pikpamja formale i plotësojnë ato kushtet formale. Ne kemi para kohë të fundit disa foto, domethënë që janë hedhur në media, domethënë te ambasada amerikane për prokurorin Bravo. Megjithatë, prapë do jetë organet e brendshme që do ta zgjedhin. Do thoja që puna e SPAK-ut do vazhdoj, janë pjesa më e madhe e prokurorëve të SPAK-ut aktualisht që flasin. Do thonë janë në mandatin e fundit, është mandati i tretë i fundit. Se ke edhe të zgjedhur rishtës janë shumë pak, janë 3-4, pa pjesa më e madhe do ndryshojë, do vazhdojnë me ushtrimin e ndjekjes penale. Është shumë e rëndësishme që çështjet që kanë vazhduar gjatë kësaj periudhe, siç ishte në kohën e Krajës, ishin ca dosje të cilat janë regjistruar në kohën që ishte detues Ben Kraja, si thotë që u korrën frutet në këtë. Sa ai vuri themelet. Ai vuri themelet, se edhe Ben Kraja, po të kemi parasysh i del emri më pak, kur bëhen institucionet e reja ka problemet e para, infrastruktura, funksionimi, puna, pra nuk janë çështje të thjeshta, se është një institucion i ri, dhe edhe një zyrë e re kur bëhet, ose ka shumë punë. Palet bëhet një institucion i ri që janë jo më pak se 60 oficer të BKH-s që janë aty, që janë pranë prokurorisë, marrëdhënien me Ministrinë e Brendshme është një punë shumë e madhe dhe korrja e punëve u bën nga Dumani. Ndërkohë mendoj dhe titullari i ri që do zgjidhet do jetë ai që do vazhdojë në të njëjtën rrugë. Çështjet penale do vazhdojnë, do marrin rrugë, ato ku ka vend për të proceduar do procedohet, sepse do jepet një zgjidhje çështjes. Është e vërtetë dhe nga problematikat e ngritura nga zoti Dumani dhe në raportin para të vitit 2024, nga ato që e kanë lexuar, se po të kemi parasysh edhe në parlament bëhen debate politike, por debate që të pyeten për raportin, për problematika nuk u bën i pyetje me sa parë. Një nga problemet janë dosjet e vjetra. Këto dosjet e vjetra duhet mbarojnë, sepse ka dosje nga 5-6 vjet në dorë,
duhet bëhen analizat, gjendet forma të evadohen dosjet. Sepse janë dosjet vjetra, mendoj që kjo do jetë një nga detyrat e duke përfshirë dhe 21 janarin. Pra, dhe çështjet e Megonigalit. Vetë kreu i SPAK-ut Altin Dumani, mendon se ka një favorit për t'i lënë detyrën, është folur shumë edhe për këtë pjesë. Është lëkuar emri i Braus për shembull. Ka pasur diskutime, po titullari është titullar vetë, ai nuk do jetë më. Se kur vjen brapa. Sepse shihet edhe krati, edhe në takimet për shembull siç është në ambasadën amerikane. Problemi i tij është te pjesa e integritetit. Pasimi i integritetit. Nëse nuk do të ketë pasuesi një pozicion me integritet, do lej dyshime në institucion. Ja fillua, ja ikën. Pavarësisht nga kjo gjë që po shikojmë, pakanajtësirat janë pafund. U abuzua shumë e strukturën e posaçme. U abuzua shumë sepse në ditën që filloi struktura e posaçme, po ta shikoni, nuk ngeli më ç'të të them ti, por gjëra krejt banale vinin çonin kallëzime në SPAK. Thua ti sikur I kishin gati, të tëra janë mos fillime, sepse vetëm thjesht të delegjitimonin këtë strukturë. Ishte qëllimi. Për shembull, opozita sot nuk e njeh strukturën e posaçme. Ti shikon se çfarë po ndodh. Opozita sot vetëm e shan. Duhet ishte krejt e kundërta. Duhet ishte bërë palë me strukturën e posaçme. Për këto dosje për cilën po jeton. Por ata e kanë dhe vetë konfliktin e interesi. Kështu që mendoj që për të thënë mendimin ashtu siç e mendoj, që do të kemi një vazhdimsi të strukturës deri në momentin që do shikojmë se do të kemi dhe ndërhyrje në kushtetutë. Patjetër se ka përplasje të jashtëzakonshme. Do të kemi ndryshime në kodin e procedurës. Do kemi ndryshime në kodin penal. Dhe këto gjëra do të jenë në harmoni edhe në funksionin e institucioneve. Kështu e mendoj. Kështu që zoti Braho ndoshta mund të jetë një I përzgjedhur, por do të bjerë pesha e përfaqësimit me integritet të institucionit. Por kjo ngjerret për të parë. Prokuror, një favorit në 4 kandidatës? Mund të them unë të 4 I njoh kuptimin e asaj dhe më duken janë njerëz me integritet. Pra të them, janë njerëz me integritet. Tash gjithë kanë vite në punë, pra kanë mbi. Jo, është fillimisht e integriteti I garës dhe I procesit të përzgjedhjes. Tash kanë të 4 janë me integritet. Është pjesa e transparencës. Pra edhe transparenca. Tani kemi parasysh dhe vota kur jepet, nga 4 do jepet një votë, se s'mund të jepen 4 vota. Jo do jetë ajo, domethënë, do jetë vullneti personal I çdo antari të KLP-s, duke parasysh dhe në tërësi rrethanat edhe sepse është një proces transparent, po të kemi parasysh edhe ndërkombëtarët kanë qenë shumë të interesuar për këtë proces, për hir të vërtetës, dhe amerikanët, domethënë që është një strukturë e cila është asistuar dhe po asistohet dhe kohët e fundit, po të keni parasysh dhe një vizitë një zyrtari të lartë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Para një muaji diku. Po, ata janë të interesuar për strukturë. Dhe jemi në pritje tash të të duket krejt normale kjo pjesa Tani, e hyrjes së këtyre personazheve. Shumë e saktë, pyetja juaj është e saktë, por unë do të them një diçka. Në Shqipëri është toleruar vetë kjo punë. Po nuk mund të vejë. Sepse çfarë? Pra asistenca ndërkombëtare për herë të parë me ndryshimet kushtetuese u fut në kushtetutë, ONM-ja. Po të keni parasysh, neve për shembull keni antar të ONM-s, të cilët nuk e dimë se kush janë, s'dim çfarë CV kanë, thjesht kanë ardhur nga Evropa, por ne nuk I dimë se kush janë dhe ata asistojnë në procese. Madje sot do të citoja një vendim të Strasburgut, të një gjyqtari që shkarkuar që fitoi drejtën e tij, dhe thoshte që gjetjet e ONM-s, pra gjetjet që bëjnë ata nuk janë prova. Pra kjo një vendim të Strasburgut që gjetjet që bëjnë ata nuk janë prova. Pra ne veti kemi lejuar këta. Për mendimin tim personal, me që bënë pyetjen drejt, në raste ndërkombëtare duhet ishin përcaktuar në rol e kodit procedurës penale, pra të ketë si subjekti I përshëndimit penal. Mas prokurorit vinë ndërkombëtarët, ata të asistojnë. Jam dakord që këta shkelin kushtetutën dhe ligjet e vendit, sepse shkelet parimi I paanësisë, sepse prokurori duhet të jetë I paanshëm. Vjen një ndërkombëtar aty. Edhe kur vjen çështja në gjyq, pra neve mbrojmë klientin. Po vjen aty vjen aty dhe këtu është për shkelje paanësisë, por ne këto I kemi toleruar vetë.
duke e fillu vite të tëra që janë pranë sistemit në emër të ndihmës dhe ne I kemi toleruar dhe dashur pa dashur ti ke fut aty. Sepse, po marrim rastin e zotit Berisha. Berisha duhet ta di kush ndërkombëtar ka asistuar te çështja e tij. Apo duhet me ditë që erdhi ky ndërkombëtar dha këtë që rasti Meta për shkak. Ose rastin e Erion Velis nëse ka ndërkombëtar që kanë asistuar. Neve duhet ta dimë, sepse kodi I procedurës penale I ka përcaktuar qartë subjektet e procedimit penal. Neve gjërat I kemi toleruar vetë deri këtu. Neve s'dim për shembull ka fjalë, fjala ka fjalë. Çdo ndërkombëtar, nëse se është çështje de facto, jo de jure. Pra de facto ata janë aty t'japin mendim me shkrim. Për shembull ne kemi një klient, ta dim kush ndërkombëtar është. Neve nuk e dim kod procedurës penale, ne nuk kemi nën ndërkombëtarët. I vetmi nën që dalin ndërkombëtarët është kushtetut që asistojnë reformën në drejtësi. Dhe këta thash me vendimin e fundit të Strasburgut që gjetjet e tyre janë gjetje. Pra që këtu ata duhet të marrin larg, duhet për proceset duhet objektivitet. Pra çdo kush tjetë mbi bazën e provave. Po çfarë ndodh? Me politikanët tanë nderuar, kur I vjen ujti, e ke parasysh kur I vjen ujti, fillojnë të shohin që s'është mirë dispozita. Edhe te masat e sigurimit, që te rasti konkret që ka lindur objekt kushtetues që e diskutuam edhe në fillim. Çdo gjë duhet të jetë shkruar në ligj. Duhet të jetë shkruar në mënyrë të qartë që ne ta dimë se çfarë kemi, jo të jemi evazive dhe në fund fare gjejmë një armik e ka ky fajin. Jo, fajin e ke ti që I bën këto ligje. Dhe e dyta, dhe ndërkombëtarit është qëllimi I mirë që po asistojnë, por duhet një akt I shkruar që çfarë pozicioni ka në procesin penal. Çfarë pozicioni ka te një çështje kur raportohet? A ka drejt ai të marrë informacion? Sepse ne edhe kur shkëmbehen informacione, shkëmbehen bazë një protokolli, bazë një rregulli. Pra kodi I procedurës penale, sot që është si Bibla e priftit, ose si Kurani I Hoxhës, pra që në bazën e asaj që procedojmë, ne nuk del me asnjë vend ndërkombëtari. Madje shkelje sekretit hetimur t'ia tregosh dosjen atij. Shikom, që këtu neve dalim kemi bo vetë. Pra janë të lëna nga politikanët vite. Dhe I ka pëlqyer kjo gjë. Por tashi që I erdhi ujti vetë, që e ke parasysh se nuk po e them për etik, thonë që shiko kjo qeka. Kjo ka ndodhur që po ndodh me qytetarën e shtesë tash po vjen data. Le të vazhdoj kjo lojë. Ka një problem të jashtëzakonshëm dhe prandaj ngrita këtë si shqetësim. Prokurorët tanë, të cilët kemi sot në sistem, dikush me eksperiencë, dikush bën gabime, dikush I fjale analizon krejt ndryshe formën e tjera. Po të shikosh të mbyllësh është në një klasë 80 nxënës, 80 po të them, 40. E ti thua sa bëjnë dhe 40 dhe 40, do thonë 80, një zëri. Po të marrësh 40 gjyqtar, asnjëri për të njëjtën vepër penal nuk ka arsyetim të njëjtë. Mirë, bëj edhe këtë analizë. Pjesa tjetër është te pjesa e shqetësimit të huajve në institucion. Pse Ilir Meta sot ngre zërin dhe thot mua më arrestuan ndërkombëtarët me urdhër të Ramës etj, sepse këtu është krijuar alibia tashmë. Është krijuar alibia edhe për Berishën, edhe Berisha kështu thot, edhe ai tjetri kështu thot, kështu që kjo marrëdhënie tregon që këta të tre janë të dënuar politik. Këta tani janë marrë në përgjegjësi penale, por me propavi politike. Dhe duke u futur një person I cili për mendimin tim është gabim, unë nuk po them që aleatët apo partnerët të cilët I kanë ndihmuar reformën drejtësi mos të marrin ndjeni për sa I përket të rastit të raportit që mund t'japi vetë institucioni këtyre partnerëve, por vajtja në institucion e politizon situatën dhe e fillon edhe humbet seriozitetin e asaj dosje për të cilën këta personazhe, të cilët janë lakuar në vite, tani dalin që këto akuza janë politike. E kuptoj. Tani, kush më mban peng për të dy e kam pyetjen, procesin e kreut BKH-s, ka kaluar çdo afat, është e njëjta dorë që po lëviz të dyja këto proceset për leadershipet e rinj të BKH-s dhe SPAK-ut? Çfarë ndodh në prapaskem? Mendimi im personal është që po të keni parasysh rastin e Erion Velis, çështja nisi me një shtetës të quajtur Nesti Angoni. Anonim, po. Po. Konstatojmë dhe të rastet e kandidat, ka shumë letra anonime Madein Nesti Angoni. Kanë fillu letrat për njëri tjetrin, se u doli si praktik dhe letrat po verifikohen. Dhe letrat janë me njëri tjetrin aty të brendshme. Pra unë
Ashtu çoja të tjetër dhe verifikimi i letrave, letra mas letra, sepse dhe letrat ose më saktë informacionet anonim verifikohen se më përpara për shembull informacionet anonim kur personi nuk tregon emrin, i vet arshivim atë se s'do merr. Ai që është qytetar tregon emrin mbi emër ka ndodhur fakti. Verifikimi këtyne ka zgjat kohë. Dhe nga informacionet që kam janë fazat e fundit. Pra do bëhet dhe një diçka të shumë shpejt do jetë edhe kryetari i BK-s. Por ka pasur shumë letra. Unë di që do zgjidhet njërë Kreu i Spakut, pastaj do zgjidhet BK-ja. Kjo është procedura ç'lidhje kanë me njëra tjetrën? Po shikoj, janë të dy funksione të cilat lidhen me njëri tjetrin. Shikoj, patjetër që kanë kaluar afatet. Problemi është që ndoshta të kërkojnë një pjesë të harmonizimit të institucionit, mund të kemi edhe një lëvizje për institucionin ose një ndarje të institucionit. E para njërë që BK-n ne sot e kemi nën varësinë e Spakut, ndërkohë që mënyra se si u ndërtua Byroja Kombëtare e Hetimit është krejt strukturë më vetë. Byroja Kombëtare e Hetimit nuk merr punë nga Spaku. Byroja Kombëtare e Hetimit referon dosjen në Spak, sipas mënyrës se si u ngrit. Kështu që pjesa e mënyrës së përpunimit të dosjeve që do të ketë struktura e posaçme është që duhet të shtojë kapacitetet e nivelit përpunues të oficerëve të policisë gjyqësore, por kurthësi delegim punësh që do të bëjnë agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Ne flasim profesionalisht këtu. Ervini e di mirë çdo të thotë cilët janë funksionet edhe të drejtat e prokurorit në marrëdhënie me delegimet e punëve që i bën oficerët e policisë gjyqësore. Kështu që kemi një përplasje institucionale, them unë, dhe Byroja Kombëtare e Hetimit duhet ndarë. Pjesa e menaxhimit të cilit duhet bërë, edhe ata kanë pavarësi, agjenti i Byros Kombëtare të Hetimit ka pavarësi si prokurori dhe roli menaxhuesi i drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit është përsëri rol i cili është në nivelin e kryetarit si kryetari i Spakut, por është në një nivel hetimor që heton administratën e tjera. Pra në formën se si u ngrit janë struktura më ndryshme, por funksionojnë të gjitha nën jurisdiksionin e strukturës posaçme, siç është edhe GKKO-ja, e cila ka strukturë posaçme, ka autoritet të përgjojë një gjyqtar e tjera. Në fakt, këtu ka humbur fuqia e vendimarrjes. Janë disa gjëra që duhet futur dhe nëse nuk bëhet sot, nëse do të shikojmë element më negativ, nuk do të bjerë ajo pjesa e besueshmërisë në gjyqësor. Shko, neve i prekëm këto dhe i kemi prekur në terren këto situatë. Për shembull, ne e njohim shumë mirë se si funksionon administrata në Shqipëri. Çfarë probleme ka? Ka probleme pafund. Pafund. Por se si rregullohet kjo? Patjetër rregullohet me profesionistë. Ku do gjesh profesionistat? Tani, me qenë se i mbaron mandati Altin Dumanit, a mund të rezervoj ai në fund për t'i vënë qershin tortës 3 vjeçare me ndonjë lëvizje të bujshme, për shembull? Çfarë për shembull? Po pyetja klishe klasike që bëjnë që gazetarët që kur u shkruar Spakut. Për Ramën. Priten arrestime të forta. No. Shikom. Me këtë mbyllje mandati. Shikom, unë di vetëm kaq. Që pastaj viti i ri, kismet i ri. Askush nuk e ndihmon dhe shpejton një prokuror të kaloj afatet, të përshpejtoj afatet, sepse po mbaron administratori, po mbaron mandat. Afatet hetimore janë afate hetimore në pjesën e hetimit paraprak. Dhe ato janë elementi kyç. Po mirë, flas për dosje forta që nuk ka gjë në dorë. Administratori, kryetari i strukturës posaçme nuk ka asgjë në dorë për sa i përket marrëdhënies së dosjes, të cilën mban përgjegjësi prokurori. S'ka asgjë në dorë. Varet gjithmonë nga autoriteti dhe mënyrën se si shikon prokurori për personat veçantë që mund nxjerrin një Ke një mendim ndryshe ti? Ke një pritshmëri tjetër ti apo? Mendoj që nëse pjesa procedurale. Viti i ri do hahet i qetë. Nëse ka çështje të cilat duhet procedohet me arrest, duhet procedohet sepse nuk ka të bëjë domethënë që siç më kujton ish prokurorin Lladha që thoshte do kemi ngjarje më shtator, domethënë pra se unë vërtet ju kam thirrur këtu të flisni në emër të ligjit, po jo edhe kaq në emër të ligjit. Do kesh ngjarje. Një sekondë. Jo se kështu po të keni parasysh në shtator edhe prisin me në shtator dhe
Vite shtatori tjetër dhe s'doli gjë. Mendoj që ku ka vend për arrest, ka dosje të nxehta SPAK. Për vërtetës ka shumë dosje të nxehta, të cilët bazuar në këtë ku ka vend, nëse i ka ardhur koha dhe bën. Nëse i ka ardhur koha dhe gjithmonë duhet parë nga pasoja e veprës penale. Sepse SPAK ka bërë një traditë tashmë. Dhe rasti Ballugut që po e diskutojmë me rastin e Velis, njerëzit thonë pse u procedu Velia me arrest dhe pse Ballugu për një vlerë të sipas SPAK-ut. Është diskutim tjetër sepse pati pretendime dhe për vlerën e dëmit që diskutohet tek tuneli. Pra po, sipas SPAK-ut, këtu kemi 950.000 euro veshje, akte të tjera, kurse këtu kemi 50 milion euro me dëm. Tani ka qytet masa, këtu është 50 herë më shumë. Tani këtu procedu shumë. Unë edhe te rasti Velis dhe me Monti që kemi shpreh. Masa sigurimit arrest në burg vendoset, çdo masë tjetër është e papërshtatshme. Por tani, duke qenë se kemi standard, ne normal presim në arrest kuptimin se janë standardet vendosura tashmë. Pra do të vendosur dhe jo, flas për dosje që janë bërë edhe të vjetra tani, që janë të forta apo që kanë kohë. Për të vërtetës ka shumë çështje, ka shumë çështje. Mund të ndodhi që ju keni të drejtë, por mendoj që këto 2 muaj, por jo me do përkasim me kohën e zonë Tuman. Se mbarojnë nëntori. Shiko, mendoj që dosja 21 janarit, mendoj që mund të ketë një surprizë, por që ngjerët për të parë në ditët në vazhdim se si është dinamika e dosjes. Çfarë ka çështje? Se çfarë ka çështje akoma. Por që 21 janari do të jetë prova e vërtetë e strukturës posaçme që funksionon apo jo drejtësia. Të gjitha dosjet do të jenë provë për struktura posaçme, që nga dosja e Berishës, që nga dosja e Veliajt, që nga dosja e Ilir Metës, si do jetë përballja e tyre me provat, se nuk mund të ecim në ajër ne tani, që e akuzon ti, për shembull, dëgjova 850.000 euro, 950.000 euro. Bleri. Nuk është aq shifra e blerjes. Unë kam parë raportin financiar të asaj dosje. Nuk është shifra aq. Por u tha 950.000 euro, ngeli 950.000 euro. Apo 50 milion euro. Ç'lidhje ka te 50 milion euro shi pjesa e marrëdhënies të korrupsionit që mund të ketë bërë zonja Balluku. Nuk jemi në atë pikë. Ideja është që zonja Balluku akuzohet vetëm për pjesën e shtyrjes së tenderit dhe duket sikur kemi ndikim të paligjshëm te pjesa e tenderit, por që marrëdhënia aty është pjesë administrative. Për shembull, neve nuk e lam sot për të bërë ky takim, do ta shtym, do ta bëjmë pas 2 ditësh apo pas 1 muaji. Ky është një element administrativ. Dhe duhet kapur, të paktën neve që jemi jurista, ne kapim pak më but, më ëmbël dhe e shikojmë te pjesa e marrëdhënies se si e parashikon ligji. Se ndryshe ajo që ne prekëm të paktën sot ishte që marrëdhënia jonë ka qenë brenda kornizës të profesionit tonë, atij misioni që kemi, dhe shpresojmë që këto përgjigje të cilët për pyetjet që ju na bët, mendoj se kemi qenë korrekt, pa e egzageruar atë pjesë të marrëdhënies, sepse u tha dhe disa gjëra edhe më funksionale që edhe njerëzit ta kuptojnë këtë lloj komunikimi, por që kjo është situata. Për ta mbyllur, ka ngel pishman diçka, peng? Pishman. Urojmë që të shito, të urojmë kandidatet të ri, domethënë, shpejt të eci, domethënë, i urojmë fat dhe të vazhdoj procedurat, sepse nga SPAK-u, sepse po të kemi diskutuar dhe për reformën në drejtësisë, vetëm SPAK-u ka ngel që është në luftën ndaj korrupsionit. Sepse reforma në drejtësi në aspektet e tjera, përsa dhënien drejtësinë kohët qytetarëve, aksesin në drejtësi, cilësia e vendimeve e tjerë ka dështuar totalisht. Ka një rënje absolute dhe ajo që unë shikoj është te pjesa, unë i kam qëndruar edhe me virin që kemi qenë në panelet të ndryshme, ne kemi diskutuar gjithmonë me kualitetin dhe pjesën e një profesionalizmi të pavarur të dosjes, sepse ajo bindja e brendshme të cilën krijon prokuroria duhet hequr. Dyshimi i arsyeshëm. Ç'është ky dyshimi i arsyeshëm? Për çfarë? Okej, kur të gjesh provën, ai nuk ka bërë vrasje, por që të hetosh për shembull, pastrimin e parave. Fillon me një element administrativ pastrimi i parave.
Kështu që pa bërë një analizë administrative, për shembull fillon që nga inspektoriati i lartë i deklarimit të pasurive. Çfarë ka bërë, nëse ne kemi mos deklarim tek institucioni, atëherë mban përgjegjësi institucioni, pse se ka bërë ai institucion këtë mos deklarimin që e ka kapur Byroja Kombëtare e Hetimit. Pra është ai institucioni përgjegjës. Kështu që ne kemi dy mbivendosje, të njëjtën gjë bën pjesa e Byros Kombëtare të Hetimit me inspektoriat. Në momentin që ka gabime, mos deklarimi, mos ka përputhje, është vetë institucioni që i thotë, ke mos përputhje këtu, ma plotso. E kuptoj. E mbyllim them unë. E bëjmë isha po zbulohen gjitha ngjarjet edhe s'pagu po jeton. Okej, pse për çfarë e ke Po ka ngjarjet që ngjarjet ato që ka rrjedh media. Për Çfarë flitet apo palloshit çka kemi dëgjuar nëpër media. S'merr njëri për ato fare. Problemi është që të garantoj që unë kam qenë vetëm te pjesa ime profesionale. Nuk më intereson gjë tjetër. Ti ke kuriozitet kush është në këtë rast? Palloshi. Shikoj. Po se këtu Unë lexova pjesën e mos rikthemi edhe një ato herë. 48 faqe. Dhe 46 faqe ishin vetëm tha ky hajde këtu shko atje. Edhe një paragraf, 3 çerek faqe, ashtu çerek faqe ishte për pjesën e zonjës Balluku për pjesën e ndikimit në tender. E fjalë lindë për të dëshiruar ajo pjesë. Të flasim atë që është. Tani pasaj, se çfarë mund të dalë gjatë hetimit është tjetër gjë. Apo del njëri thotë janë vënë 10 fije hekur më pak te tuneli. Dhe kur ishim në një panel, tha, shiko, tha, unë tani, tha, unë do kaloj me familjen të ai tunel, kështu që ne do të ngremi një grup, ishte funksionari i opozitës. Do ta shikojmë që të saktë të bindemi që i ka hekur atë apo jo, ai tunel. Thash unë shumë e thjeshtë, thash, bjeri nga llogaraja, hadhe në një mish atje sipër, i thash, i më i sigurt. Okej, mbyllim kështu me batutë. Falenderoj shumë që ju kisha të dyve në studio. Faleminderit. Faleminderit të nderuar miq dhe ju që na ndoqët, pa shoq rikthehet sërish.